Zonja Zhupa, keni fjalën, të përgatitet zonja Gjuzi. Patjetër, zoti Balliu, sa po ta marr informacion? Faleminderit, zonja nënkryetare. Në fakt e nisëm seancën, por në pamundësi për t'ju përgjigjur fjalës pa limit të ministrave, do t'i përgjigjem tani. Edi Rama ka një merit të padiskutueshme kur vjen puna te kontributi që ka dhënë për rritjen e numrit të diasporës. Është pikërisht falti që në 13 vite janë larguar 1.4 milion shqiptarë. Ky është i vetmi kontribut që ka qeveria socialiste dhe Edi Rama për sa i përket diasporës. Ministrja pas ka ikur vetë, unë nuk e di se kur diskutohet një projekt ligj rri vetëm ministri i mjedisit prezent, as ministrja për marrëdhëniet me parlamentin nuk rri të dëgjoj, jo më ministri i linjës, pra e keni bërë parlamentin si keni dëshirë të jeni, nuk keni dëshirë si kur është kafja e lagjes, që kur do merr pjesë, kur nuk do, nuk merr pjesë, ndërkohë ka një detyrim nga kushtetuta dhe nga rregulloria që qëndrojnë këtu për aq kohë sa diskutohen ligje që prekin drejt për drejt fushat e tyre, dhe sidomos ministrja për parlamentin. Për ta sqaruar, po i them një fakt shumë të thjeshtë. Në komisionin e diasporës ne kemi pas dëgjesa për ligjin e librit. Një nga botusët, botusi Bujar Hudhri, solli fakte dhe tha: ambasadorët, konkretisht mori shembull ambasadorin në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, vinë dhe na kërkojnë ndihmë neve private për të çuar abetaren shqip në diasporë. Filloni të nderuar ministër dhe nderuar qeveri, duke bërë detyrat me diasporën, duke çuar abetaret shqip në diasporë, duke ngritur qendrat kulturore siç e kërkon ligji, duke trajnuar dhe duke përgatitur mësuesët shqiptar për të mësuar gjuhën shqipe, duke ofruar kurse për ta, sepse gjuha është themeli i rrënjve të një shteti. Dhe kjo është aja për cilën ju duhet kishit diskutuar në samitin e diasporës. Thojeni pak përfaqësuesve të diasporës dhe pyeti, në shtetet ku ata jetojnë, a kalojnë ligje me porosi? Në shtetet ku ata jetojnë, a bëhet kuvëndi rrobaqepsi që brenda 2 ditëve të kaloj një ligj siç kaloi ligjin e porteve? Ligjin e porteve e futët ditën e martë për shqyrtim, në 3 komisione, ku komisioni fundit mbaroi në orën 9 të darkës, dhe e futët në rend dite për ditën e njëjtë. Një ligj i cili shkel 3 kapituj të marrëveshjes stabilizim asocimit, një ligj që shkel Kushtetutën e Republikës Shqipërisë dhe një ligj që cënon konkurrueshmërinë, cënon interesin strategjik të Shqipërisë. Që kur, të nderuar kolegë deputet, që kur mundet që një port me rëndësi strategjike, me rëndësi për menaxhimin e hapësirës bregdetare, me rëndësi për sigurinë kombëtare, të trajtohet si një pishin private e një resorti. Ju sot, brenda lejes që i jepni një investitori strategjik, që në fakt është një mik dhe një oligark, se sot deri më sot nuk kemi një investitor strategjik që të jetë realist strategjik, të paktën të ketë një pasaport huaj, mirë të jetë biznesmen me famë se është shumë të kërkosh nga ju, janë thjesht miqt dhe që ndani ju pazaret elektorale dhe pazaret financiare, po si ka mundësi që brenda të njëjtës leje, ku ata kërkojnë parkingun, pishinën, saunën, spa, i jep kemi dhe portin. Pra portin e qytetarëve shqiptar, portin që duhet ishte pasuri publike, ne a japim si me qenë pishin private një investitori strategjik. Dhe vjen zonja që i kishin varë detyrën për të prezantuar projekt ligjin dhe thot, po bëj një arritje të madhe, se po heq rregullat, po bëj një arritje të madhe që mos vitja marrë në një tjetër portin ati. A thua se porti ishte personal dhe po vinte po ja merrte ndonjë tjetër me konkurrencë. Ndërkohë që po, portet mund të jepen me koncesion. Po ka ligjin që i rregullon se si është gara, se si bëhet gara, kush merr pjesë dhe se si fiton.
Po ju doni të hiqni garën, doni të hiqni konkurencën, doni të hiqni gjithë ato që përcakton Bashkimi Evropian si metodat prokurimit publik, si metodat koncesionit dhe të dhuroni të oligarkët nga i port. Sikur porti është pishina e oligarkut, ta gëzoj pronën shtetërore Rama me miqtë e tij që kanë resortet në për Shqipëri ku ka ndërtuar këto pikat e vogla të Mirela Kumbaros. Dhe ky kuvend nuk ka miratuar një ligj, nuk ka miratuar 2, 3, po ka miratuar 18 ligje, të cilët janë kostum me porosi, ligje të cilët janë për interes nominal, ku dihet kush do ta marri dhe çfarë do të marri. Siç do të kalonit ligjin e gardës që e shtyt sot për javën tjetër, që dihet prap kostum me porosi se kush do ta marri dhe kush do të bëhet drejtor. Ky parlament nuk guxon të ngrihet në nivelin e detyrës që i është dhënë nga qytetarët që të miratojë ligje për qytetarët. Ky parlament nuk miraton ligj për minimumin jetik, nuk i del koha, nuk ka kohë. Ky parlament nuk miraton ligj për statusin e minatorit, nuk i del koha, nuk mundet, nuk ka para. Nuk miraton ligj për mësuesit, për rritjen e pagave të mësuesit, po përkundrazi miraton si t'i fusin provim sikur të jenë student. E keni kthyer parlamentin në një parlament të frikshëm, në një parlament që vjen ligji, regjistrohet, futet në 5 komisione brenda ditës, miratohet tenten, zbardhet fletore zyrtare dhe ta gëzojnë Shqipërinë. Sikur është plaçk dhe sikur është mall Shqipëria që duhet ndahet të plaçkitet nga mëngjesi në darkë nga qeveritarë. Ndaj dhe qytetarët nuk kanë rrugë tjetër. Nuk ka rrugë qytetarët se si t'ju dëgjohet zëri përveç se të protestojnë. Nuk kanë rrugë tjetër qytetarët sepse ju as konsultime publike nuk bëni, as konsultime që janë të detyrueshme me ligj nuk i bëni, sepse arsyeja pse ju sillni projekt ligje të cilat janë të shkruar nga qeveria, po i sillni si propozim deputetësh, është që të shmangni konsultimin të detyrueshëm që duhet bëj kur vjen si ligj qeveritar. Nëse ligji i porteve do të vinte si ligji i qeverisë, do duhet bënte konsultim publik. Çdo ligj i cili vjen si propozim i qeverisë do duhet kalojë në konsultim publik në afate të caktuara për të hedhur online, për të dëgjuar grupet e interesit dhe ju për të shmangur këtë i paketoni si ligje iniciativa të deputetëve, ku në 99% të rasteve deputeti e merr vesh atë ditë që e firmos për ta depozituar si ligj të tij. Dhe pastaj fillon e mëson mbrapa kur të vinë komision. Në rastin më të keq den si deputetja e porteve që se kishte idenë, thoshte unë po e bëj për marinën, ndërkohë marina e kishte marrë portin. A thoshte po bëj ligjin për marinën e Vlorës. Investimi strategjik atje kishte marrë portin si koncesion me ligjin ekzistues. Dhe për këtë arsye, qytetarët kanë zgjedhur të protestojnë. Do të protestojnë me 17 prill në orën 19 në bulevard për të kërkuar që ky parlament të miratojë ligje për ta, për të kërkuar minimumin etik, për të kërkuar një qeveri e cila nuk është më qeveria simbol e korrupsionit, po një qeveri transitore, një qeveri që punon për interesin e qytetarëve, por mbi të gjitha që garanton që në këtë vend të bëhen zgjedhje të lira dhe të ndershme. Ndaj protesta e 17 prillit nuk është thjesht një protest e radhës e stinës së protestave të opozitës, po është rënditje për ju, sepse ka vajtur atje ku nuk mban më, sepse parlamentarizmi ka vdekur, sepse ligjet nuk bëhen më për qytetarët, se qytetarët sot paguajnë naftën më të shtrenjtë në Europë, se qytetarët sot jetojnë 47% e tyre në varfëri ekstreme, me nën $5 në ditë, se qytetarët sot paguajnë tarifat më të larta të shkollimit për studentët, dhe nuk bëhemi dot aq sa Kosova, që Kosova është shtet më i ri, ka buxhet më të vogël, por nuk ka një qeveri hajdute dhe të korruptuar siç e kemi ne. Ndaj, në 17 prill nderuar qytetar, të jemi të shumë
Fjalë.